Më 21 mars 2022, një nga aksidentet ajrore më misterioze të viteve të fundit tronditi botën. Një avion Boeing 737 i kompanisë China Eastern Airlines u rrëzua në Kinë, duke marrë jetën e 132 personave në bord. Sot, vite më vonë, analiza të reja të bazuara në të dhënat e National Transportation Safety Board sugjerojnë një skenar tronditës, fikje e qëllimshme e motorëve gjatë fluturimit. Regjistruesi i të dhënave tregon se, në një lartësi prej rreth 8800 metrash, avioni kaloi papritur në një zbritje të pjerrët dhe të pakontrolluar. Nuk ka prova për përpjekje rikuperimi. Përkundrazi, të dhënat sugjerojnë se avioni u drejtua qëllimisht drejt tokës, duke arritur shpejtësi ekstreme, shumë përtej limiteve të sigurisë. Brenda pak minutash, fluturimi i përfundoi tragjikisht pranë qytetit Ujua, pas një të mbijetuar. Megjithatë, pyetja më e madhe mbetet ende pa përgjigjur. Çfarë ndodhi në kabinën e pilotimit? Kush, nëse dikush, mori një vendim kaq fatal? Autoritetet kineze nuk kanë publikuar një raport përfundimtar të plot, ndërsa mungesa e regjistruesit të zërit në kabinë lë boshllëqe të mëdha në hetim. Për momentin, kjo tragjedi mbetet një enigme pa zgjidhur, ku faktet dhe dyshimet vazhdojnë të përplasen.